58 vjeçari i cili u ndalua nga policia menjëherë pas një tentative grabitjeje në një filial në bank, është identifikuar si Bardhyl Fusha, i cili ka pohuar se kishte detyrime të shumta financiare ndaj punëtorëve. Ngjarja ndodhi gjatë orëve të paradites, ku 58 vjeçari me origjinë nga Gramshi dhe banues në kryeqytet u paraqit pranë një filiali bankar me automjetin e tij. Pasi parkoi mjetin, ai hyri në ambientin e brendshëm i armatosur duke tërhequr menjëherë vëmendjen e sistemit të sigurisë. Në momentin e hyrjes, zektori i materialeve sinjalizoi praninë e një objekti metalik, ndërsa roja private nuk u ndolli pranderës. Sipas hetimeve paraprake, i dyshuari nxorri nga çanta një armë automatike dhe qelloi një herë në dysheme për të friksuar stafin dhe klientët. Më pas, ai u drejtua arkës, nga ku arriti të marrë rreth 8 milion lekë të vjetra, përpara se të tentonte të largohej. Ndërhyrja e shpejtë e forcave të rendit që ndodheshin pranë zonës bëri të mundur kapjen në dalje të bankës. Shuma e parave dhe arma e përdorur u sekuestruan si prova materiale. Gjatë marrjes në pyetje, 58 vjeçari ka deklaruar se kishte afër 70 milion lekë të vjetra borxhe të prapambetura ndaj punëtorëve, pasi më parë kishte ushtruar aktivitet në sektorin e ndërtimit. Ai ka pohuar se zgjodhi pikërisht këtë bank pasi e njihte nga vizitat e mëparshme për kryerjen e pagesave. Për armën e zjarrit ka pretenduar që e mbante që prej vitit 97 në banesë. Policia ndërkohë po vijon hetimet për të verifikuar rrethanat e plota të ngjarjes dhe për të parë nëse persona të tjerë mund të kenë qenë të përfshirë në planifikimin e grabitjes.